Po vjen parlament, po thot, votëm në kandidatën time, s'ka diskutim. Quhet Gudjonika Kërvalla, thot, s'muni me refuzu ju kandidatën të se ne kena fitu zgjedhjen. Ti, a i ke një mund dikujna, a i ke mund në nderu, a do me li bashkë qatë pikë me arë që të sovrani nuk ta ka jep votën mi bo vetë. Nuk është autorizu, për opozitës këta. Nuk është autorizu levizjave të vendose, edhe Albin Kurti, nuk është autorizu nga sovrani që ti themelaj vetë institucionet e Kosovës. Kjo është rezultat i 27 marsit i certifikuar në vitin 2025, prandej çdo politikan i përgjithshëm i qëndron rezultatet zgjedhore. Ky po e shkëlmon rezultatet zgjedhore për të mrirë në vjesht për t'i bërë bashkë zgjedhjet parlamentare. Nuk besoj që ka me lokale. Unë besoj ka me pas një presion të madh sa të amerikanët e evropiane dhe kanë mja kallëzuar rrugën edhe Kurtit edhe për fatin e keq, ata nuk merren me njerëz jo serioz. Nuk janë merrë edhe 4-5 vite ne kanë vendosur sanksione. Nuk merren me këta njerëz jo serioz. O gjithë advokat, o miku im, ata a i nisi me ope dhe urën atje, ja nisi me bo filma, po që a i bënë në Amerikanë. Ura kjo që është e sigurisë. E kuptoj që a presioni se thëjke, unë se di dhe ke që a presioni, e qeli urën, e hapi urën, jo. Ndërrëthona ka njerë që Albin Kurti e din, bëllë mirë po mënot më viktimizu. Pra vetëm leta di qytetarët janë humbës. Ma që ju e përmendet zgjedhjet lokale edhe ato parlamentare në të njëjtën kohë, nëse qëllimi i Kurtit që nga që të shkojmë në ato zgjedhje, çfarë mund të jetë qëllimi kështu mbrapa të rikthehet më i fuqishëm? Po pra, ai dëshiron që opozitën ta shantazhoj, ta dërgoj edhe në zgjedhje me qëllim se kalkulon se nuk mund ta fshifim që Nizme dhe Alonca ka gjosa ose mund të ketë gjosa, nuk paragjykoj elektoratin, po mund të ketë gjosa të mos e kalojnë pragun. Dhe rrjedhimisht ai mendon pastaj që këtë përqindje të këtyre dy parti politike ta merr kalkulon që edhe LDK-ja të zvoglohet edhe me tutje, prandaj edhe ti fitoj edhe zgjedhjet lokale sepse e ka pikë në zemër se s'ka mujt më bo lider i shqiptarëve në Maqedonien, Shqipnien, në Presheve, në Malzi. Tash e ka pikë zemër se si ka fitu kur zgjedhjet lokale. Pra Albin Kurti kur nuk i ka fitu zgjedhjet lokale. E ka shtimin tash, kanë e ka. Shtimin edhe Gjilanin dhe cilat kanë gëzu për së keqi. Edhe Kamenicën. Ndërkohë vetëm Malishiva është zhvilluar këto 4 vjet në qeverisjen e Nismës. A mund të më shku zgjedhje Halimi apo jo? Unë nuk besoj që shkojnë të paktën tash për momentin, unë besoj që do të gjinet një kandidat unifikus apo një kandidat i tjetër se ka lëvizja vendosën mjaft kodra prej matë të keqës me marë matë mirën dhe mos koqitën se është në pyetje Kosova dhe shteti Kosovës dhe popullat e Kosovës e përmenë të gatë shumë mirë shtrejtimin e energjisë edhe tash ka më bu me produkte tjera ende shtrejtimi dhe këto po pësën populata edhe ende ka me pësu, ma shumë nëse nuk bot një zgjidhje apo një tejkalimi këso situatës dhe shpresoj një presion matë madh nga Bashkimi Evropian dhe nga sidomos nga Amerikanë dhe u tha më herët këtu se po shfrytëzohet mos emërimi i ambasadorit apo ambasadorë çfarë të qenë ambasadorë se nuk ka ambasador. Pa presion një mësu këta liderët. Ajo dhe në orë ambasadorë ajo është anti-amerikan. Sidomos administrata Trump nuk komunikon me Albin Kurtin. Po si do si të deklarimet e Grenellit, ai dhe më bë kryeministër, Kosova është e izoluar komplet nga bashkësia. Nuk e besoj besoj. Po Grenelli është zyrtar i administratës së Trump. Po i keni postimet publike jeton. Jo, publiku ta di. Albin Kurti nëse bëhet kryeministër, Amerika nuk bisedon me Kosovën. Nuk e di me kanë do të bisedoj, po shqyqër është këfurin e runë kufet, që është të kena me ongër me pina, është ta rrimë e pashtrejto. Po, abdën si do që tjetë, unë përshpestoj që... Po e nuk është mungesa. Nëse nuk e mendon njëjtë si s'ma këqe. Së është mungesa e ambasadorit. Edhe me orë dhe ambasadorit ma i mirë nuk komunikon me Albin Kurtin, është anti-amerikan. Po, besoj që janë ngrejnë pak vesht... Janë ngrejnë vesht kur s'komunikojnë në me... Mos ka interesim. Po, Gjep, nuk mund të thjesht... Po jetën, është sigur studentin që e qëtë piklose. Profesorit Smerat e ligjeran Londën nuk nin kur gjë studenti i larguar nga klasa. Albin Kurti është i larguar nga... Shkurtimisht se edhe avokati Visar po na pret për të vazhduar me diskutimin tjetër në studio. Shkurtimisht për nesër, është një skenar i përsëritur? Po, absolutisht, me qenë se atë që e thamë edhe në fillim, një parti politike e papërgjegjshme që ka fitu zgjedhjet dhe një lider përçarës e ka një kandidate përçarëse, nuk ka një marrëveshje paraprake. Prandaj nuk shohim ndryshim. Vetëm nëse e ka shantazhuar dikën individualisht, ndonjë deputet, mund të amri 60 për ndryshe, skenari do të përsëritet sikur në qajtorin e Hajdinit Tregu i Gjelbërt.
për juve Alimi?